Kjo protesti ka dhënë dhe mesazhet e fsheta politike që ndoshta aktorët politik duhet i lexojnë më së miri. Së pari protesta ka thënë ose ka folur qartë me slogane po dhe me fjalime që ata duan që nga jeta politike të largohet Rama dhe Berisha. Së dyti protesta ka bërë bashkë 3 aktorë që duhet të ishin bërë bashkë dhe leksionin e zgjedhjeve e morën pas, që janë 3 partitë e reja. Në shesh është Qori. Janë bërë bashkë apo jo? Protesta i ka bërë bashkë. Protesta i ka bërë, okay. Pra në mënyrë mekanike, por ata duhet të ishin bërë në mënyrë organike. Që do të thotë ata janë bashkë mekanikisht aty, janë dakord me të njëjtën kauzë, por nuk janë bashkë në letër për të maksimizuar votën e tyre. Kështu që unë mendoj mesazh më të bukur politik që ka dhënë kjo protestë për të paktën për këto 3 forca, që po duan ta marrin, po duan mos e marrin, nuk ka për të dhënë. Edhe për sa i përket PS-s dhe PD-s. Ju ka thënë, pra protesta nuk është kundër partive si PS dhe PD. Pra nuk kërkon shkrirjen. Pra nuk kërkon shkrirjen, përkundrazi aty un kam parë edhe socialistë dhe demokratë që janë pjesë e protestës, por ata janë kundër liderëve të tyre, të paktën 13 vjet e ka qeverisur njëri dhe 13 vjet e ka qeverisur tjetri Shqipërinë, dhe në këto 26 vjet që këta të dy e kanë qeverisur, janë bërë shumë dëm në prona, në ligj, në arrogancë, në korrupsion e tjera. Pra kundër kësaj është kjo protestë dhe mesazhin politik e ka më të fortë se krijimi një force të re, qoftë ylber, e majtë, djathtë, nacionaliste apo çfarë do që mund të kërkohet. Bjorn, ti si e shikon? Si duhet të vazhdohet? Është kjo vetëm rrugë e dur apo do të ketë një opsion tjetër që është futje ose krijimi një strukture që e lufton sistemin në mënyrë politike zgjedhore? Mendoj që njerëzit që i kërkojnë domethënë protestës, se po fillojnë ta trajtojnë protestën si një lloj trupi ose si një lloj organizmi i vetëm, por njerëzit që i kërkojnë protestës dhe protestuesve që të dalin me një parti politike ose me një grup negociator ose çfarë do, nuk e kuptojnë thelbin e asaj për të cilën njerëzit janë duke luftuar atje në bulevard dhe gjatë marshimeve të tyre. Thelbi është që njerëzit jo vetëm kundërshtojnë politikën aktuale tradicionale, po nuk duan as të jenë pjesë e saj me këto rregulla loje. Pra duan një ndryshim, thirrja është revolucion, pra duhet një ndryshim shumë më i madh dhe kauza është shumë më e madhe. Dhe nuk besoj se, domethënë, nëse protesta do kishte lider, do krijohej një strukturë politike, do ishte menjëherë e sulmuar nga majoranca, do mund të rrezikonte të kthehej në dekor për opozitën tradicionale. Mendoj që gjëja që duhet, domethënë e them me modesti këtë gjë se unë e shoh nga jashtë, domethënë kam qenë aty si protestues dhe si qytetar, po e shoh nga jashtë të gjithë protestën. Ajo që duhet në ditët në vazhdim është një lloj qartësie pak më e madhe në lidhje me kërkesat politike. Dakord, kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit është e qartë, mendoj se është legjitime. Mendoj se duhet kishte ndodhur dorëheqja në këto 3 javë, por duhet të ketë një qartësi në lidhje me çfarë duan më konkretisht në lidhje me revolucionin, me Shqipërinë e re. Pra slogani Shqipëria e re është shumë e bukur, por është pak abstrakt, domethënë si do jetë kjo Shqipëri e re që kërkohet. Domethënë mendoj që në ditët në vazhdim do duhet një qartësi. Do të futet ndoshta edhe në gjëra politike, programore, po thua, ideore, ideologjike. Programore, ideologjike, po sidomos programore dhe me krijimin e një lloj platforme se çfarë kërkojnë. Rrugës të qëndron si argument? Unë mendoj që qëndron, por këtë s'mund t'ja kërkojmë dot protestës. Unë mendoj që në këtë moment duhet të ishin aktivizuar, ndoshta paralelisht ose në mënyrë proksi, akademik, profesor, katedrat, mendimtar, të cilët her pas here mund të kishin hedhur teza politike për Shqipërinë e re, pra për këtë që qytetarët e perceptojnë, e duan, por nuk kanë aftësinë për ta përshkruar se si mund të jetë Shqipëria e re. Sigurisht kanë ato tezat e